është e vështirë për të arritur një kompromis, sepse siç e thash, është njëra prej shkallëve më të larta të kompromisit, e klasa jonë politike nuk po arrin me gjetë kompromise dhe konsensuse për çështje shumë më minore, shumë më bazike se sa kjo, mirë po se a duhet, besoj që është absolutisht një moment që duhet me reflektu në drejtim të gjetjes së mundësive eventuale për një gjë të tillë, por e shoh si vështirë të arritshme. A ja vlen shkohet në zgjedhje për çështjen e presidentit? Shiko, e para... Çfarë ofrojnë zgjedhjet funditës? E para, a ja vlen një kuvend i cili nuk arrin me i kry detyrat e tij, natyrisht që duhet me shku në zgjedhje, me ardhë një kuvend i ri, sepse në instancë fundit njëra prej elementeve, siç e thash, esenciale të kuvendeve me sistem të pastër parlamentar është edhe kjo, domethënë zgjedhja e presidentit edhe qeverisë. Për dallim prej herave të kaluara ose para këtij vendimi, kanë qenë të përcaktuar shumë qartë rrethonat kur vendi mund të shkojë në zgjedhje. Tashmë me këtë aktgjykim vetëm është qartësuar edhe një situatë e re, nëse kuvendi dështon me zgjedh presidentin jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, dhe janë të qarta rrethonat kur kushtetuta tashmë përmes edhe aktgjykimit të gjykatës i ka të specifikuar kur shkon vendi në zgjedhje. Por dilema është që a është zgjidhje, domethënë kjo, sepse me këtë çështje, me këtë diskurs të subjekteve politike, ne kemi qenë dëshmitar edhe vitin e kaluar, por për fat të keq po jemi edhe tash që po kalojmë nga një krizë në krizë tjetër, dhe kjo e shpërfaq atë mungesën e vullnetit politik, mungesën e vizionit dhe mungesën e një qasje për me arrit kompromis dhe konsensus të cilën natyrisht që subjekte politike dhe të zgjedhurit e popullit janë të detyruar për ta bërë një gjë të tillë.